Dy vëllezër të cilët prodhonin dhe shisnin kanabis kanë rënë në prangat e policisë së Fierit. Operacioni për kapjen e tyre u kodua implikacione. Në pranga mësohet se kanë rënë shtetasit Kosta dhe Elton Shabanaj. Policia ndër të tjera thekson se njëri prej vëllezërve, Elton Shabanaj, sapo ka hasur shërbimet e policisë, ka tentuar të largohet me vrap në Përara. Megjithatë, i riu nuk ka mundur të arratisë pasi është kapur nga uniformat blu të Fierit. Ndërkohë, gjatë kontrollit në banesën e Kosta dhe Elton Shabanaj, në fshatin Ngjeqar, blut gjetën dhe sekuestruan 2 armë zjarri automatik, 3 krehra, 1 thik, doza kanabisi, 200 fara kanabisi dhe 179 fidan kanabisi të mbjellë në kubik, të cilët janë marrë nga uniformat blu në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale në lidhje me këtë arrestimi janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme dhe zbulimin e personave të tjerë të cilët mund të jenë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.